një prej personave më me fat edhe më të shpërndarë gjithandej. Kur e përmendshin që të loj, më përpara ka qenë një loj tjetër të më shpërnda në një storie të Mr. Beastit, e shpërndajsh njerëz në për Kosovë, këtë bëjsh në hajgare me ta thesh njëbre se nuk është e vërtet, nuk na kap neve Kosovën, po ja që tash kur i ka shpërnda 500.000 euro në 10 vend, do të thonë ka 50.000 euro për 10 followersat e tij, njëri prej tyre ka dalë për Kosovës, fituesi i 10. Çfarë fati ka dalë për Kosovës 50.000 euro Shqipër Mregjaj. Qysh ka fitu? Qysh u kon loja? Ka qëllu me random picker. Prej komenteve. Oh my god. E ka për followersave, kënde ka follow i ka shti komplet. Followersave. Edhe dalë njëri për ty në loja që bëhen që dush me pas follow edhe me qitë edhe në storje, mandej bëhet e vertifikimi, po që kë e ka pas follow edhe i ka gëzu këto pare. Amo shqiptarë po kanë fat kështu si në lotari, edhe ajnë Itali ke që ka komentu, dikon, se s'po kuptaj? Lojmin që shekëm pa dhe lojmin që shekëm pa, konë që veç këndi ka followers. Shme se follow edhe one. Më një follow që tash, heni kejtë follow Mr. Beastin, është një një njerëzë më të forë rrjetet sociale, youtuberin është edhe ma i forte, kështu që është larg. Mos jetë të bo dhe tjera i sen qështu. Këna bona diçka qështu, po nuk kemi vëmen se i bëhet marketing tash asaj pjese. Jo, ndërsa me një shumë kash më. Na bo një loj të tillë me Një shumë, e dy që lore këpse jo. 5.000 euro konë vendi parë. Ani për Kosovë. E qëndru me një dorë. Ju si janë heq shumë, valla, shumë një shtarë shumë. Me një dorë mbi vetur ka pas me ndaj për 24 orë, 5.000 euro me fitu. Kanë qëndru 2 veta dhe në fund, i kanë nda ka 2.500. Okej. Janë mirë bolë, që ka me thonë? Mirë konë loja. Ja e mirë, veç të me bëj follow ma led, dy që është bre. Ka po, kjo dha si lojna edhe kësi, po këtë tash për shumë na 5.000 euro, kjo ka dhuru Lamborghini, apo kuptan. Të jena. Që të jena. Ka me bo tash, që është realiteti që ta dhe Blerina, që është Kosova jo, dhe normali. Kryesorja. Vendi zhvilluar, por në zhvillim që shtot edhe kolegu e miku e Mardian Gajeri. Kryesorja e Shqipërim, i gëzofsh ato 50.000 euro. I gëzofsh, e i shala investon dikun ku duhet të hajret, me vend hajret, pse jo? Mu rrit edhe mi dyfishu. Del shpërndaj në përshash, kush më ka follow, kush më follow, bënë të një farë Mr. Beastin 50.000 euro, ka që të follower sa i bërë. Një lajmë tjetër e kemi vendor për këtë jemi tek Gjeste, është Viseri i cili edhe në Big Brother ka pas asi kunja rreth Gjestit e tashmë po vazhdon edhe jashti. Ka publiku një story ku është talë me klikimet e Gjestit në YouTube, ku në videon këngën e tij të fundit ka marrë 1.500.000 shikime për një ditë, ndërsa ka krahasu me disa yje botërore se qysh nuk ka arrin me i ba 1 milion as për 2 ditë, as për 2 muaj, po themi nuk ka arrin shifrat të tilla.